Sot do të gatuajmë pul me patate. Pula është e freskët, pul fshati dhe ne i kemi dhënë një val prej 20 minutash në një tenxher me presion. Sepse ishte pak e fortë dhe i nevojitej një zjerje që të zbutej. Na duhen 1 kg e gjysmë patate, ose nëse janë kokra mesatare, nga 2 kokra për person, për 4-5 persona. 1 kg e gjysmë patate, të cilat do t'i presim në këtë mënyrë. Na duhet pak piper i kuq, një filxhan, një lugë çaji me krip, lëngu i pulës, i cili përmban edhe yndyrën e pulës, dhe pak gjalp që do të lyejmë pulën për aromë. Do t'i presim, pasi kemi qëruar lar dhe pastruar mirë patatet, do t'i presim në këtë formë, do t'i mbulojmë me ujë dhe do t'i lëmë të zjejnë jo më shumë se 5 minuta, shumë pak. Pasi këto t'jenë zjerë, do t'i vendosim në tepsi ku kemi vendosur edhe pulën. Pasi kemi zjerë për 5 minuta patatet, këto janë të forta, nuk shtypen me dorë, nuk janë zbutur, sepse nuk duhet të zbuten, duan shumë pak të zjejnë. Atëherë i kemi kulluar nga uji dhe do t'i vendosim ku kemi vendosur pulën në tepsi. Do të shtojmë këtu kripën, masën e duhur të kripës. Do ta lyejmë pulën me pak gjalp. Do t'ja vendosim. Ky është gjalpi fshatit nga qumshti i lopës, është një gjalp aromatik, është shumë i mirë dhe tavën e do ta bëjmë sot me këtë gjalp. Ka shpëlluar në pulën, si kemi zjerë pulën, do ta vendosim këtu në tavë. Është gati një gjysmë litri. Tani dhe pak piper të kuq, pak djegës, është nuk është shumë djegës këtu, mbi sipërfaqe. Kemi vendosur që mos të hedhim në tavë as rigon, as piper, as një gjë tjetër, as gjithë dafine, për arsye se pula është shumë e freskët dhe shija e saj duam që të mbetet dhe të shijojmë shijen e pulës freskët. Kaq mjafton. Tani do ta fusim në furrë për 45 minuta në 200 gradë, ta pjekim duke e parë vazhdimisht nëse avullon ujë. Ja ku kemi tani të përfunduar tava. Zgjati 45-50 minuta pjekja e kësaj tave.